Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Po u afrohet njerëzve dita për të dhënë llogari. Por ata vazhdojnë të jenë të shkujdesur, e të shmangur nga e vërteta. Sa herë që atyre u vjen nga Zoti i tyre ndonjë paralajmërim i ri, ata e dëgjojnë duke u tallur me të. Zemrat e tyre janë të hutuara, ndërsa ata që janë idhujtar flasin fshehurazi. A është ky Muhamedi diçka tjetër përveç se njeri si ju? Vallë, a do të shkoni ju pas magjisë së tij, kur e shikoni me sytë tuaj? I dërguari tha, Zoti im e di se ç'flitet qoftë në qiell, qoftë në tokë. Ai dëgjon gjithçka dhe është i gjithdijshëm. Ata thonë, këto janë vetëm ëndra të turbullta. Ose ai i ka trilluar ato, madje ai është poet. Le të na sjellë një mrekulli ashtu si i kanë sjellë të dërguarit e parë. Asnjë vendbanim nga ata që i kemi shkatruar nuk ka besuar. E vallë, a do të besojnë këta? Edhe para teje kemi dërguar vetëm njerëz, të cilëve u kemi shpallur. Andaj pyeteni njerëzit e shkrimeve të mëparshme, nëse ju nuk dini. Dhe ne nuk i kemi bërë ata, të dërguarit, trupa që nuk hanë ushqim, as nuk kanë qenë të pavdekshëm. Pastaj u kemi përmbushur atyre premtimin, e i kemi shpëtuar së bashku me njerëzit besimtar që kemi dashur, ndërsa i kemi shkatruar ata që e kanë shkelur kufirin, mohuesit. Ne të kemi shpallur librin, i cili është për kujtesë për ju. Vallë, a nuk po kuptoni? Sa e sa vendbanime, banorët e të cilëve kanë qenë mohues, i kemi shkatruar, e pas tyre kemi ngritur popujt e tjerë. Kur e ndjenin dënimin ton, ata iknin me të shpejt. Mos ikni, kthehuni atje në luksin tuaj dhe në pallatet tuaja, se ju do të pyeteni. Ata do të thonë, mirë ne, me të vërtet kemi qenë keqbërës. Këto rënkimet të tyre nuk pushuan, derisa ne i palosum si drithër i korrur. Ne nuk e kemi krijuar qiellin dhe tokën, e ç'gjendet në mes tyre, për të luajtur, pa qëllim. Sikur të donim argëtim, ne do ta bënim me gjërat pranë nesh. Nëse do të bënim diçka të tillë, por ne e godasim të pavërtetën me të vërtetën, e cila e shkatron atë dhe ajo zhduket, dhe mirë ju për atë që i vishni Allahut. Ati i përket gjithkush që gjendet në qiell dhe në tokë. Ata që janë tek ai, engjëjt, nuk ngurojnë për të adhuruar atë, e nuk ndjejnë lodhje, por e lavdërojnë atë, natën dhe ditën, pa pushim. Vallë, a mos i kanë marrë zotat prej dheu që të ishin në gjendje të ngjallnin të vdekurit? Sikur në qiell dhe në tokë të kishte zotat të tjerë përveç Allahut, si qiejt, ashtu edhe toka, do të shkatroheshin. Qoftë i lavdëruar dhe i lartësuar Allahu, Zoti i Fronit, mbi gjithçka që ja atribojnë atij. Ai nuk mund të pyetet për atë që punon, kurse ata do të pyeten. Vallë, a adhurojnë ata të tjerë zota në vend të atij? Thuaj, sillni provën tuaj. Ky është mesazhi për ata që janë me mua dhe i atyre që kanë qenë para meje. Por shumica e tyre nuk e di të vërtetën dhe shmangen nga ajo. Ne nuk kemi nisur asnjë të dërguar para teje, që të mos i kemi shpallur se s'ka zot tjetër të denjë për adhurim përveç meje. Andaj më adhuroni vetëm mua. Ata thonë, i gjithëmëshirshmi ka për vete një birë prej engjëjve. Qoftë i lavdëruar ai dhe i lartësuar. Jo, ata, engjëjt, janë robër të nderuar. Ata nuk flasin para fjalës së tij dhe veprojnë me urdhrin e tij. Ai e di se çka para tyre, çka kanë vepruar, dhe çka pas tyre, çdo të veprojnë. Ndërsa ata ndërmjetësojnë vetëm për atë me të cilin ai është i kënaqur, e prej frikës së tij, qëndrojnë me nderim dhe frikë, se mos i ndëshkon.
Këdo prej tyre që thot, unë jam Zot përveç atij, ne e dënojmë me xhenem. Kështu i shpërblejmë keqbërësit. A nuk e din mohuesit se qiejt dhe toka kanë qenë një e tërë? Pastaj ne ndam dhe bëm nga ujë çdo gjë të gjallë. Akoma nuk besojnë. Ne vendosëm në për tokë male të patundura, që ajo të mos lëkundet bashkë me njerëzit, dhe bëm lugina dhe rrugë për të udhëtuar në to. Ne e bëm qiellin mbulesë të mbrojtur, por përsëri ata shmangen nga shenjat që gjenden aty. Allahu është ai i cili krijoi natën dhe ditën, diellin dhe hënën, e të gjitha këto lundrojnë në gjithësi. Para teje ne nuk kemi bërë asnjë të pavdekshëm. Nëse ti vdes, a do të mbesin ata të përjetshëm? Çdo njeri do ta shijojë vdekjen. Ne ju vëmë në provë me të keqe dhe me të mirë, dhe te ne do të ktheheni. Kur të shohin jo besimtarët, ata tallen me ty, duke thënë: ky është ai që i përmend për keq zotat tuaj. Ndërkohë që ata e mohojnë këshillën e të gjithë mëshirshmit. Njeriu është krijuar i ngutur. Unë do t'ju atregoj shenjat e mia, prandaj mos më kërkoni të ngutem. Ata thonë: kur do të bëhet ky premtim nëse flisni të vërtetën? Sikur mohuesit ta dinin kohën se kur nuk do të mund ta shmangin zjarrin nga fytyrat dhe shpinat e tyre, dhe nuk do të ndihmohen. Nuk do të flisnin kështu. Por atyre, kiameti, do të vi pa pritmas e do t'i trullos. Kështu që nuk do të mund ta shmangin atë, e as nuk do t'u jepet afat. Në të vërtetë, janë përqeshur edhe të dërguarit të tjerë para teje, por shpotitësve u erdhi dënimi me të cilin talleshin. Thuaj: kush do t'ju ruaj natën dhe ditën nga dënimi të gjithë mëshirshmit? Jo, askush. E megjithatë, ata shmangen nga përmendja e Zotit të tyre. Apo ata besojnë në zotat të tjerë të cilët mund t'i mbrojnë prej nesh. Këta nuk mund ta ndihmojnë as veten, dhe askush nuk mund t'i marrë në mbrojtje kundër nesh. Ne u dham atyre dhe baballarëve të tyre kënaqësi e u azgjatëm jetën. A nuk e shohin vallë ata që ne i qasemi tokës së tyre dhe ja cungojmë skajet? E si mund të jenë ata fitues? Thuaj: unë vetëm ju paralemroj me atë që më është shpallur, por shurdhët nuk e dëgjojnë thirrjen kur paralemrohen. Sikur ata t'i prekte vetëm një puhi prej dënimit të Zotit tënd, me siguri do të thoshin: mirë ne që kemi qenë keqbërës. Dhe në ditën e Kiametit, ne do të vendosim peshore të sakta, e askush nuk do të posoj asnjë padrejtësi, qoftë kjo edhe sa pesha një kokre sinapi. Ne jemi të mjaftueshëm për llogaritje. Ne i dha Musait dhe Harunit, dalluesin, që është dritë dhe këshill për të devotshmit, që i friksohen Zotit të tyre edhe kur nuk i sheh askush, dhe që i tremben orës së Kiametit. Ndërsa ky Kur'an është këshill e bekuar, të cilën ne kemi shpallur. Prandaj si mund ta mohoni ju atë? Në të vërtetë, ne udhëzuam Ibrahimin në rrugë të drejtë, qysh më parë, dhe e njihnim atë se ishte i aftë për këtë gjë. Kur ai i tha të Atit dhe popullit të tij: që janë këta idhuj që ju i adhuroni kaq shumë? Ata thanë: baballarët tani adhuronin këta. Ibrahimi tha: me të vërtetë ju dhe baballarët tuaj keni qenë në humbje të dukshme. Ata thanë: apo na sjell të vërtetën apo je nga ata që tallen? Ai tha: jo, por Zoti juaj është Zoti i qiejve dhe i tokës. Është ai që i ka krijuar ato, ndërsa unë jam njëri prej atyre që e dëshmojnë këtë. Betohem për Allahun se do t'i flak idhujt tuaj, posa të largoheni ju. Dhe i bëri ata copa, përveç idhullit të tyre më të madh, kështu që ata t'i drejtoheshin atij. Disa thanë: kush i bëri kështu zotat tanë? Me të vërtetë ai është keqbërës. Të tjerët u përgjigjen: dëgjuam një djalosh që i përgjonte, quhej Ibrahim.
Atëherë silleni atë para syve të botës, që ata të dëshmojnë, thanë ata. Ata e pyetën, ti i bëre kështu zotat tanë, o Ibrahim? Ai tha, jo, këtë e ka bërë ky i madhi i tyre, pyesni ata nëse flasin. Atëherë ata i thirrën mendjes dhe i thanë njëri tjetrit, me të vërtet, ju vetë jeni keqbërësit. Pastaj ulën kokat dhe i thanë, sigurisht që ti e di se këta nuk flasin. Ai u tha, mos vallë ju adhuroni në vend të Allahut, gjëra që nuk mund t'ju sjellin kurfar dobie e as dëm. Mirë ju dhe mirë ata që ju i adhuroni në vend të Allahut. A nuk arsyetoni? Ata thirrën, digjeni atë dhe ndihmoni zotat tuaj, nëse doni të bëni ndonjë vepër. Ne thamë, o zjarr, bëhu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin. Ata deshën ta lëndonin, por ne i bëm të dështonin. Ne e shpëtuam atë dhe Lutin, dhe i quam në tokën të cilën e kemi bekuar për njerëzit. Ne i dhuruam atij Isakun dhe Jakubin si shpërblim, dhe të gjithë i bëm të drejtë. Ne i bëm ata udhëheqës që udhëzonin sipas urdhrit ton, dhe i frymëzuam që të bënin vepra të mira, të kryenin faljet dhe të jepnin zeqatin, dhe ata vetëm ne na adhuruan. Lutit i dha urtësi dhe dituri, dhe shpëtuan prej vendbanimit ku bëheshin vepra të liga. Ata ishin vërtet njerëz të këqij e të mbrapsht. Lutin e pranuam në mëshirën tonë. Me të vërtet, ai është prej të mirëve. Kujtoje Nuhun, kur ai na thiri më përpara, dhe ne ju përgjigjem atij, duke e shpëtuar atë dhe familjen e tij nga mirimi i madh. Mbytja. Dhe ndihmuam atë kundër popullit që i quante gënjeshtra shenjat tona. Me të vërtet ai ishte popull i keq, prandaj e fundosëm të gjithin. Kujtoj edhe Dautin dhe Sulejmanin, kur gjykuan mbi të lashtat në të cilat kishin kullotur natën, bagëtit e disa njerëzve. Ne ishim dëshmitar të gjykimit të tyre. Ne e bëm Sulejmanin ta kuptonte drejt çështjen, dhe që të dyve u dha mençuri e dituri. Ne i nënshtruam malet dhe shpendët, që bashkë me Dautin të thurnin lavde për Allahun. Ishim ne që i bëm këto. Ne i mësuam atij, Dautit, punimin e parzmoreve prej hekuri për ju, për t'ju mbrojtur në luftë me armikun. Andaj, a jeni mirënjohës. Sulejmanit i dham erën e fortë që të fryjë sipas urdhrit të tij, drejt tokës të cilën ne kemi bekuar. Ne jemi të dijshëm për çdo gjë, dhe ja nënshtruam atij disa nga djajt që zhyteshin në det për të, duke nxjerrë xhevaire, dhe bënin edhe punë të tjera, dhe ne i ruanim ata që të mos i bënin dëm. Kujtoja Ejubin, kur ju lut Zotit të vet. Mua më ka goditur fatkeqësia, e ti je më mëshiruesi i mëshiruesve. Ne ju përgjigjem atij, ja larguam mjerimin që kishte, dhe ja kthyem familjen të dy fishuar në numër. Këtë e bëm nga mëshira jon, dhe që të jetë për kujtesë për ata që na adhurojnë. Kujtoje Ismailin, Idrizin dhe Dhulkiflin. Të gjithë këta kanë qenë të durueshëm. Ne i pranuam ata me mëshirën tonë. Me të vërtet ata ishin ndër të drejtët. Kujtoje dhun Nunin, Yunusin, kuriku i zemruar e mendoj se ne nuk do ta dënojmë. Andaj thëriti nga errësira. S'ka zot tjetër të denjë për adhurim, përveç teje. Qofshi lavdëruar. Me të vërtet unë kam gabuar. Ne ju përgjigjem atij dhe e shpëtuam nga brengosja. Kështu ne i shpëtojmë besimtarët. Kujtoje Zekerian kur ju lut Zotit të vet. O Zoti im, mos më ler vetëm pa fëmijë. E ti je trashëgimtari më i mirë. Ne ju përgjigjem atij dhe i dhuruam Jahjain, duke ja bërë gruan të aftë për lindje. Me të vërtet ata nxitonin për vepra të mira dhe na luteshin me shpresë e frikë, dhe ishin të përulur ndaj nesh. Kujtoja atë që ruajti virgjërinë e saj,
ne frymë brenda saj nga shpirti ynë dhe bëm atë dhe birin e saj, mrekulli për gjithë njerëzit. Vërtet ky është besimi juaj, besimi vetëm. Unë jam Zoti juaj, andaj më adhuroni mua. Njerëzit janë përçarë në çështje të besimit, por të gjithë do të kthehen te ne, ditën e gjykimit. Ati që bën vepra të mira dhe është besimtar, përpjekja nuk do t'i mohohet, dhe këtë ne ja shënojmë atij. Është e pamundur që banorët e një vendi të cilët i kemi zhdukur ne, të kthehen sërish në këtë botë. Dhe kur të dalin Yexhuxhët dhe Maxhuxhët, e të shpejtojnë prej çdo lartësie, dhe të afrohet premtimi i vërtet, Kiameti, atëherë sytë atyre që nuk kanë besuar do të zgurdullohen, e thonë: mirë për ne. Ne kemi qenë të pavëmendshëm ndaj kësaj dhe kemi ngarkuar veten me gjunahe. Me të vërtet ju, idhujtar dhe idhuj që i adhuroni në vend të Allahut, do të jeni lënë djegse për xhehenemin. Ju do të vini në të, sikur këta të ishin zota të vërtet. Nuk do të vinin atje, dhe të gjithë do të mbeteni përherë aty. Ata do të gulqojnë dhe nuk do të dëgjojnë asgjë, ndërsa ata të cilëve u ka prirë mirësia jonë qysh më parë, do të jenë larg nga xhenemi. Ata nuk do të dëgjojnë forshëllimën e tij, dhe do të qëndrojnë përherë në atë që ua ka dëshiruar shpirti i tyre. Ata nuk do t'i brengos tmerri më i madh, dhe engjujt do t'i presin duke u thënë: kjo është dita juaj e premtuar. Atë ditë, ne do t'a palosim qiellin ashtu siç paloset letra e librit. Ashtu siç e filluam krijimin e parë, do t'a përsërisim atë. Ky është premtimi ynë. Ne do t'a bëjmë këtë me të vërtetë. Ne shënuam në Zebur, pas Teuratit, që tokën e xhenetit do t'a trashëgojnë robërit e mi të mirë. Me të vërtetë, në këtë Kur'an ka mësime të mjaftueshme për ata që e adhurojnë Allahun. Dhe ne nuk të kemi dërguar ty, o Muhammed, vetë se si mëshirë për botët. Thuaj: mua më është shpallur që Zoti juaj është një Zot i vetëm. Pra, a jeni musliman? E nëse ata i shmangen thirrjes sate, ti thuaj ju: unë ju kam lajmëruar të gjithëve, pa dallim, dhe nuk e di a është afër apo larg ajo që ju është premtuar. Ai di vërtet fjalët e thëna haptazi apo fshehtazi, ndërsa unë nuk e di a është ajo sprov për ju apo kënaqësi e përkohshme. O Zoti im, gjyko me drejtësi. Zoti ynë është i gjithëmëshirshmi, ndihmën e të cilit kërkojmë kundër atyre çka thoni. O njerëz, friksojuni Zotit tuaj, sepse dridhja e orës së Kiametit është vërtet një ngjarje e madhe. Ditën që do të shihni atë, çdo grua me fëmijë në gjy do ta harroj fëmijën e saj, dhe çdo grua shtatzën do ta hedh barën e vet. Njerëzit do t'i shihnin si të dehur, ndonse ata nuk do të jenë të dehur. Por dënimi i Allahut është i ashpër. Ka disa njerëz që diskutojnë për Allahun, pa kur farë dienie, dhe ndjekin rrugën e çdo djalli të ndërkryer. Është të caktuar për të djallin, se kush e bën mik, ai do ta shmang e do ta sjell atë në dënimin e zjarrit. O njerëz, nëse ju dyshoni në ringjalljen, mendoni si ne, ju krijuam prej dheut, pastaj prej pikës së farës, pastaj prej droçkave të gjakut, pastaj prej një copë mishi me trajt të plot, ose jo të plot, për t'ju a bërë të qartë. Dhe ne e mbajmë në mitër atë që duam, deri në kohën e caktuar. Pastaj ju nxjerrim si fëmijë, e pas kësaj do të arrini moshën e pikurisë. Disa nga ju vdesin e disa mbeten deri në pleqëri të thellë, që të mos dinë asgjë nga ju që kanë ditur më parë. Dhe ti e shet tokën të tharë, por kur ne lëshojmë ujë mbi të, ajo trazohet dhe gufon, dhe prej saj mbijnë gjithë farë lloj bimësh të mrekullueshme në qift. Kjo ndodh që ta dini se Allahu është e vërteta
sa i ringjall të vdekurit, sa i është i fuqishëm për çdo gjë, se ora e kiametit do të vijë, gjë për të cilën s'ka dyshim, dhe se Allahu do t'i ringjall ata që janë në varre. Disa njerëz diskutojnë për Allahun pa kurfar diturie, pa udhërfyes dhe pa libër ndriçues. Ata e kthejnë me një anë kokën, nga mendjemadhësia, që të largojnë të tjerët nga rruga e Allahut. Këta njerëz do të poshtrohen në këtë botë, kurse në ditën e kiametit do t'i bëjmë që të shijojnë dënimin e zjarrit, të ndezur fort, duke u thënë: ky dënim është për shkak të veprave tuaja, se Allahu nuk është i padrejt ndaj robërve të tij. Disa njerëz të tjerë adhurojnë Allahun me kusht. Nëse u ecën bar, janë të kënaqur. Por nëse i godet fatkeqësia, ata kthehen në mohim, e kështu humbasin këtë botë dhe tjetrën. Pikërisht, kjo është humbje e qartë. Në vend të Allahut, ata u lutën edhe atyre që nuk mund t'u sjellin as ndonjë dëm, e as ndonjë dobi. Kjo është vërtet humbje e largët. Ata i luten asaj, dëmi i së cilës është më i afërt se dobia, një zotëri i keq dhe një shok i keq. Vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Allahu do t'i fusë në kopshte, në për të cilat rrjedhin lumenj. Pa dyshim Allahu bën çfarë të dëshirojë. Kush mendon se Allahu nuk do ta ndihmojë Muhamedin në këtë botë dhe në botën tjetër, le të lidh një litar në tavan e të varet. Pastaj le të shohë nëse do t'ja largoj ky veprim hidhërimin. Dhe kështu, ne kemi zbritur Kur'anin në vargje të qarta, dhe sigurisht, Allahu udhëzon në rrugë të drejtë këtë dojë. Vërtet si ata që kanë besuar, ashtu edhe hebrejt, sabianët, të krishterët, mexhuist e idhujtarët. Allahu do t'i gjykojë drejt të gjithë në ditën e kiametit. Nuk ka dyshim se Allahu është dëshmitar për çdo gjë. A nuk e shet ti se në të vërtetë, Allahu t'i përulën në sejdë ata që gjenden në qiell dhe në tokë, edhe dielli, edhe hëna, edhe yjet, edhe malet, edhe drurët, edhe kafshët, dhe shumë nga njerëzit musliman. Por ka shumë njerëz mohues që meritojnë dënimin. E atë që e poshtron Allahu, askush nuk mund ta bëjë të nderuar. Allahu me të vërtetë bën çfarë të dëshirojë. Besimtarët dhe jo besimtarët grinden për Zotin e tyre. Po për ata që nuk besojnë, janë përgatitur rroba prej zjarri. E mbi kokat e tyre do të hidhet ujë i valuar, me të cilin do të shkrihen çka në barqe dhe lëkura. Për ata ka kamxhik prej hekuri. Sa herë që do të përpiqen të dalin nga ankthi i zjarrit, do të rikthehen në të, e do t'u thuhet: shijoni dënimin me djegje të tmerrshme. S'ka dyshim se ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Allahu i fut në kopshte, në për të cilat rrjedhin lumenj. Ata do të stolisen me byzylik të artë dhe inqi, e rrobat e tyre do të jenë prej mondafshi. Ata që janë udhëzuar drejt fjalës së mirë dhe në rrugën e atij që është i denjë për t'u lavdëruar. Vërtet ata që nuk besojnë dhe pengojnë njerëzit nga rruga e Allahut dhe nga xhamia e shenjtë, të cilën ne kemi bërë të njëjtë për të gjithë njerëzit, si për vendasit, ashtu edhe për atë që vjen nga tjetër vend, dhe ata që synojnë ta përdhosin xhamin me të keqe, ne do t'i bëjmë të shijojnë dënim të dhëmshëm. Kujtoje kur ne vendosëm për Ibrahimin vendin e faltores, duke urdhëruar: mos më shoqëro asgjë në adhurim, dhe pastroje shtëpinë time nga idhujtaria, për ata që vinë në rrotull saj, në shenjë adhurimi, dhe për ata që rrinë në këmbë, përkulen dhe bien në sejdë duke u falur. Thiri njerëzit për haxhillëk. Ata do të vinë në këmbë dhe me deve prej të gjitha viseve të largëta, që të dëshmojnë dobinë e tyre dhe të përmendin emrin e Allahut në ditët e caktuara, mbi kafshët për kurban, të cilat u ka dhuruar ai. Hani nga ato mishin dhe ushqeni nevojtarin e varfër.
Pastaj haxhinjt, le të pastrojnë trupin e tyre, le t'i kryen zotimet e tyre dhe le t'i vinë rrotull shtëpisë së lashtë. Këto janë urdhërimet. Për atë që nderon rritet e shenjta të Allahut, do të jetë më mirë te Zoti i tij. Ju janë lejuar bagëtit, përveç atyre që ju janë thënë se janë të ndaluara. Andaj largohuni prej ndotësisë së idhujve dhe largohuni prej fjalëve të rreme. Për uluni plotësisht para Allahut me sinqeritet, duke mos i shoqëruar asgjë atij në adhurim. Kush i shoqëron Allahut diçka në adhurim, i ngjan atij që bie nga qielli e që e rrëmben zogu, ose i ngjan atij që stuhia e erës e ka hedhur në një vend të largët e të humbur. Po, kështu është. Ndërsa kush madhëron shenjat e fesë së Allahut, tregon për kushtimin e zemrës së tij, ju do të përfitoni nga ato, kafsh, deri në një kohë të caktuar. Pastaj ato do të flijohen te faltoria e lashtë. Për çdo popull, ne kemi caktuar një ritual, që ata të përmendin emrin e Allahut gjatë flimit të kafshëve, që ai ju a ka dhuruar për ushqim. Zoti juaj është një Zot i vetëm. Prandaj vetëm atij për uljuni dhe jepu lajme të mira atyre që janë të për ullur, atyre zemrat e të cilëve friksohen kur përmendet Allahu, që janë të durueshëm për gjithë shka që i godet, që falin namazet dhe që ndajnë nga ajo që ne ua kemi dhënë. Devet dhe gjedhët i kemi bërë për ju si një nga rritet e Allahut për flim dhe ju keni dobi nga ato. Prandaj përmendeni emrin e Allahut mbi ato, ndërsa i radhisni në këmbë për t'i therrur. Kur ato të bien në tokë, hani prej mishit të tyre dhe ushqeni edhe atë që lyp, edhe ata që nuk lyp. Kështu pra ne i kemi vënë ato në shërbimin tuaj, që ju të jeni mirënjohës. Tek Allahu nuk arrin as mishi, as gjaku i tyre, por arrin për kushtimi juaj. Kështu ai ka vënë ato në shërbimin tuaj që ju ta madhëroni Allahun, sepse ju ka udhëzuar, dhe jepu lajmin e mirë punë drejtëve. Allahu në të vërtet i mbron besimtarët. Ai nuk i do tradhtarët mohues. Atyre që janë të sulmuar, u lejohet që të mbrohen, sepse u është të bërë pa drejtësi, dhe në të vërtet, Allahu është i fuqishëm që t'i ndihmojë ata, që janë dëbuar nga vatrat e tyre pa drejtësisht, vetëm sepse thanë, Zoti ynë është Allahu. Sikur Allahu të mos u kishte dhënë njerëzve mundësinë për të mbrojtur nga njëri tjetri, do të shkatroheshin manastiret, kishat, sinagogat dhe xhamit, në të cilat përmendet shumë emri i Allahut. Vërtet Allahu e ndihmon çdo që e ndihmon atë. Allahu është vërtet i fortë dhe i plot fuqishëm. Allahu i ndihmon edhe ata të cilëve nëse u japin pushtet në tokë, kryen faljet, japin zeqatin, urdhërojnë kryerjen e veprave të mira dhe pengojnë atë që është e mbrapsht. Tek Allahu është fundi të gjitha çështjeve. Nëse ata të quajnë ty gënjeshtar, dije se para tyre i kanë quajtur gënjeshtar profetët e vet, edhe populli i Nuhut, fiset Ad e Themud, populli i Ibrahimit, populli i Lutit, edhe banorët e Medjenit. Edhe Musain e përgënjeshtruan. Andaj unë u dha shafat mohuesve. Pastaj dënova ata. E si ka qenë dënimi im. Sa e sa qytete i shkatruam, nga që banorët e tyre ishin të këqij, dhe tani ata janë kthyer përmbys. Sa e sa puse mbeten të braktisura, sa e sa pallate të larta të shkatruara. Vallë, a nuk kanë udhëtuar ata në përbot, që zemrat e tyre të mendojnë dhe veshët të dëgjojnë. Në të vërtet, atyre nuk u janë verbuar syt nga këto gjëra, por u janë verbuar zemrat e veta në kraharor. Ata të kërkojnë që t'u shpejtohet dënimi, por Allahu kurse si nuk e thyen premtimin e vet. Një ditë te Zoti yt është sa 1000 vjet sipas llogarisë suaj. Sa e sa vendbanime unë u ashtyva dënimin, edhe pse ata ishin keqbërës, por prapse prapi dënova, tek unë kthehet çdo gjë.
Thuaj, o Muhammed, o njerëz, unë jam për ju vetëm një paralimrues i hapur. Për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ka falje dhe shpërblim bujar. Ndërsa ata që përpiqen t'i luftojnë shpalljet tona, duke menduar se nuk do t'i dënojmë, dije se njerëz të tillë janë banorë të xhenemit. Ne nuk kemi sjell para teje, o Muhammed, asnjë të dërguar e asnjë profet që djalli të mos i ndërhynte në leximin e tij. Por Allahu e zhdukte ndërhyrjen e djallit dhe më pas i forconte shpalljet e veta. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Kjo ndodh që ai ta bëjë ndërhyrjen e djallit, sprodh për njerëzit që i kanë zemrat e sëmura dhe të ngurtësuara. Prandaj keqbërësit janë në përçarje të madhe, dhe që ata të cilëve u është dhënë dituria, ta kuptojnë se ai, Kurani, është e vërteta nga Zoti yt. Të besojnë atë, dhe zemrat e tyre të binden e të qetësohen me të. Nuk ka dyshim se Allahu ju udhëzon në rrugën e drejtë ata që besojnë. Ata që nuk besojnë, do të vazhdojnë të dyshojnë atë, Kur'an, derisa t'u vi ora e Kiametit, në mënyrë të papritur. Ose derisa t'u vi dënimi ditës shterp, i tërë pushteti atë ditë, i përket Allahut. Ai do t'i gjykojë të gjithë, ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, do të jenë në kopshtet e begative, ndërsa ata që nuk kanë besuar dhe i kanë përgënjeshtruar shpalljet tona, do të kenë dënim poshtrues. Atyre që kanë mërguar për hir të Allahut, e kanë rënë dëshmor apo kanë vdekur, me siguri Allahu do t'u jap shpërblim të mirë. Pa dyshim, Allahu është dhuruesi më i mirë. Ai do t'i shpjerë në një vend ku do të jenë vërtet të kënaqur. Allahu është vërtet i gjithdijshëm dhe i butë. Po, kështu është. Ai që merr hak për aq sa është dëmtuar, e pastaj pëson sërish pa drejtësi, me siguri që do të ndihmohet nga Allahu. Allahu është shlyes i gjunaheve dhe falës. Kjo është kështu sepse Allahu e ndërfut natën te dita, e ditën te nata, dhe se Allahu dëgjon dhe sheh gjithçka. Kjo është kështu sepse Allahu është e vërteta, i vetmi që meriton të adhurohet, kurse gjithçka që adhurohet përveç tij është e pavërteta. Dhe pa dyshim Allahu është më i lartësuari dhe i madhërishmi. A nuk e sheh ti se Allahu lëshon shiun nga qielli, e toka gjelbërohet? Me të vërtet, Allahu i di të gjitha në hollësi dhe njeh mirë çdo gjë. Atij i përket çka në qiell e çka në tokë. Me të vërtet, Allahu është i vetë mjaftueshmi dhe i denjë për çdo lavd. A nuk e sheh ti se Allahu ka vënë në shërbimin tuaj gjithçka që është në tokë, dhe anijet që lundrojnë nëpër det me urdhrin e tij? Është ai që e mban qiellin që të mos bjerë në tokë. Kjo mund të ndodhë vetëm me lejen e tij. Vërtet Allahu është i butë dhe i mëshirshëm me njerëzit. Ai ju dha jetë dhe pastaj do t'ju bëj të vdisni, e më vonë do t'ju ringjall. Me të vërtet njeriu është mosmirënjohës. Ne kemi caktuar për çdo popull rregulla fetare, sipas të cilave ata shkojnë. Prandaj mos lejo kurse si, o Muhammed, që të diskutojnë me ty për atë çështje, dhe thirrit e Zotit yt. Sigurisht që ti je në rrugë të drejtë. Nëse ata grinden me ty, thuaj ju, Allahu e di më së miri atë që bëni ju. Ai do të gjykojë në ditën e Kiametit për kundërshtit që keni pasur ndërmjet jush. A nuk e di ti se Allahu di çdo gjë që është në qiell e në tokë? Të gjitha këto janë shënuar në libër. Me të vërtetë, kjo është e lehtë për Allahun. Ata adhurojnë në vend të Allahut atë për të cilën ai nuk u ka dërguar atyre asnjë provë autoritare dhe për të cilën nuk kanë kurfar dienie. Keqbërësit, idhujtar, nuk do të kenë asnjë që t'i ndihmojë ditën e gjykimit, kur atyre u lexohen vargjet tona të qarta.
ti do të varesh në fytyrat e jo besimtarve, marazin. Ata duan të vërsulën atyre që u lexojnë shpalljet tona. Thuaj, a doni t'ju tregoj se çfarë është më e keqe se kjo? Zjarri i xhenemit, të cilin Allahu a ka premtuar atyre që nuk besojnë. E sa vendbanimi shëmtuar që është ai. O njerëz, është sjell një shembull, andaj dëgjojeni atë. Idhujt që ju i adhuroni në vend të Allahut, nuk mund të krijojnë as edhe një mizë, edhe nëse bashkohen të gjithë për këtë. E nëse miza u merr atyre diçka, ata nuk do të mund t'ja marrin. I dobët është përgjëruesi, adhuruesi, por edhe ai të cilit i përgjërohen, idhulli. Ata nuk e çmojnë Allahun me vlerën e tij të vërtetë. Vërtet Allahu është i fortë dhe i plot fuqishëm. Allahu zgjedh të dërguar nga engjujt dhe njerëzit. Me të vërtetë Allahu dëgjon dhe sheh gjithçka. Ai e di çka para tyre dhe çka pas tyre, dhe tek Allahu kthehet çdo çështje. O besimtar, përkuluni dhe për uluni në seçte para Allahut. Adhuroni Zotin tuaj dhe bëni vepra të mira për të arritur shpëtimin. Luftoni në rrugën e Allahut, ashtu si duhet luftuar. Ai ju ka zgjedhur dhe nuk ju ka vënë asnjë barë në fen tuaj, fen e babait tuaj, Ibrahimit. Ai ju ka quajtur juve musliman qysh më parë, në shkrimet e shenjta dhe në këtë Kur'an, me qëllim që i dërguari të jetë dëshmitar mbi ju dhe që ju të jeni dëshmitar mbi njerëzit e tjerë. Andaj faleni namazin, jepeni zeqatin dhe mbështetuni tek Allahu. Ai është mbrojtësi juaj. Sa mbrojtës dhe ndihmës i mrekullueshëm është ai.